Ne sot jemi të buar me rastin e 1 vjetorit të dëshmorëve të kombit dhe të rënëve për lirinë në fshatin Reti, bazë e riorganizimit të brigadave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të zonës operative të Pashtrikut. Njëherit, ju ftoj të gjithëve për 1 minutë heshtje për të rënët e kombit. Lavdit! Bajram Kryuziu. Jemi mbledhur këtu pikrisht në fshatin e Retit e Danëretis për të shënuar manifestimin e 1 vjetorit të rënëve të luftës dhe dëshmorët të kombit, të dashur bashkëtar, të nderuar familje të dëshmorëve, të respektuar e pror ushtarak të UÇK-s, të nderuar miq nga bota demokratike dhe ju mysafir nga anë të ndryshme të Kosovës. Ne dëshirojmë që ju prindër, motra, vëllezër dhe ju mysafir të këtij përvjetorit të rënë për liri, për idealet më të larta të kombit, sepse në çdo kohë i kënduan jetës dhe vdekjes, dhimbjes dhe krenarisë, trimërisë dhe bujarisë të këtij populli si Feniks. Kjo porosi vjen nga kënga kreshnike e Danëretis. Priti Dana deri dul sabahu, Daut o mbashit jakputi krahun. Jakputi krahun ja la në zhapa, mos u mlelum shaqiraga. Njanin krah ma kputi Dana, kputi Dana me Salihun. Kështu çdo armik që erdhi në këto troje, pra dhe ky i fundit nga Beogradi, menduan të na ndalin hovin të nisur për liri dhe pavarësi. Deshën të na ndrydhin fjalën më të shtrejtë që ndruam me shekuj. Pra, ja që trimet e UÇK-s dhe mbar popullin duke ditur që liria e ka rënjet në gjakun e derdhur, ranë për këtë dhe i bën sfidë demonit në mes të Ballkanit. Edhe pse vdekja i përcillte hap pas hapi ata që ndruan përballë rebeshëve dhe stuhis, si Bujar Thaçi, Ramadan Mazreku, Avni Thaçi, Bekim Thaçi e shumë të tjerë. Për këtë liri i ran, Baci, Elez me djalin e tij, Mehmet Shtrbanin, vëllezrit Ylber dhe Isa Thaçi, 3 vëllezrit, Shukri, Shani dhe Avni Krasniqi, vëllezrit Urim dhe Blerim Kryuziu, Nazlia me të bien Drita Kryuziu, si dhe Gëzim Berisha që të gjithë nga Retia, komun e Rovecit. Fshatit ton i mungojnë edhe 4 banor të zhdukur dhe 2 të burgosur politik. Ata janë Osman dhe Nazë Kryuziu, Ibadete Thaçi, Hana Shtrbani. Kushtet e burgosit politik janë Jemin Kryuziu dhe Muhamet Thaçi. Të nderuar prindër, për të gjithë ne sot është ditë dhimbje dhe pikëllimi, e në veçanti për ata që i humbën të afërmit të tyre, si nëna djalin, fëmiu babën, vllau motrën. E ne sot së bashku ndaj pikëllimin me këto familje që lindën dhe rritën martirë të lirisë. Po në anën tjetër, a nuk është krenari të lindësh dhe të rritësh martirë, dhe për këtë arsye, nëna dhe baballar, vëllezër dhe motra, asnjë pikë lot për trimat, sepse gjaku i tyre në e vërbon syt, sepse ranë në altarin e lirisë për të jetuar gjithmonë. Tani retiasit i shtuan edhe një faqe të ri të historisë shqiptare, përmes heroizmit në të gjitha periudhët, si ajo e vitit 1910-1912, në luftën herike që bëri Dana kundër Çavushëve Osman. Mandje periudha e vitit 1945-47 ishte një kryengritje dhe flejim i kësaj ane, si Hajrush Rustem Kryuziut nga Retia dhe Cus Faius nga Opterusha dhe shumë të tjerë. Përpjekët dhe këmbguljet për liri dhe pavarësi vazhduan edhe me vonë. Ku viti 1981 përsëri i larë me gjak, pra me gjakun e studentëve të cilët kërkuan Kosovën Republik, por edhe kjo përpjekje u shtyja në mënyrë më barbare nga armiku i përbërtuar. Ku shumë të ri dhe të reja u dënuan me burgime të rënda, si Hams Kryuziu, Recep Krasniqi, Nahid Thaçi, Harullah Kryuziu, Selami Kryuziu, Behram Kryuziu, Shemsedin Kryuziu, si dhe Asim Shtrbani i burgosur i fundit, pas se të dilte UÇK-ja në skenë. Prandaj, Retia dhe njerëzit e saj të denjë dhe të devotshëm ndihmuan për realizimin e kësaj lirie të shumë pritur.
që ishte njëherët edhe final i aspiratave tona. Ora kishte ra, ushtëria qeveritare theu mitin sërb për Kosovën dhe kështu prishi planet dhe projektet e serbofilëve dhe të akademistëve sërb. Prandaj Drenica të lufton të heretia të heshte nuk mundi. Bijet më të mirë lidhen besën dhe formuan shtabin dhe formuan njësitin Gryka në qershor të vitit 1998 nën komandën e shtabit të Drenovcit komunë e Ravesit, ku bë edhe rekrutimi i shumë ushtarëve, ku dhe hapi vije të frontit në hereti të ullë zëqisht dhe kjo vije frontit të mbrojt me një vigjilencë dhe virtyt të lartë nga ana ushtrisë tonë. Me vonë, në hereti u riorganizuan brigada 124, 125, 126, ku vepruan dhe organizuan aksionet e ndryshme dhe mjaft të suksesshme. Duhet të veçoj aksionin ku njësit të ynë muar hakun për komandantët legjendar, Micit dhe Tonit. Këto brigata të lashtë përmendura brojtën edhe pikën e Arrës, Brastovsit, Randëbravës, Zatriqit, Shkozës, Lapqevës, Skfërkës, Gurit të Kuq. Prej këtu u mbrojt Pagarusha, Divjaka, përfshi këtu spitalin ushtarak dhe radiostacionin Kosova Lirë. Gjeratin t'i falenderoj të gjitha shtetet mike, e në veçanti Shëbat, të cilët në kohën më të vështirë të popullit tonë e ndihmuan në çdo aspekt dhe përkrahën luftën tonë të drejtë për çlirimin e trojeve tona nga armiku barbar që ka njohur historia ndonjëherë. Të nderuar zonja dhe zotëri, në emër të dëshmorëve dhe të mbar popullit shqiptar, t'ju drejtoj një mesazh udhëheqësve kosovar që të bashkojnë mendin dhe fuqinë e tyre për të mirën e këtij populli si dikur do të jetë shumë vonë, sepse përçarjet tona çojnë ujë në mullirin e armikut. Ju bekov Zoti, për ndryshe na pret mallkimi nga të rënët, për këtë liri. Lavdi dëshmorëve të kombit. E vazhdojmë me një këngë korale që mban titullin Oj Kosovë, nga nxënësit e amë të kësaj shkolle dhe me poezinë që të rritet në lulet e bardha recituar nga nxënësja Edona Berisha. Yeah.
Në rënjet e lulëve dhe me eshtra shkruat biografinë e dritës. Flini të qetë, kjo tokë ju lindi nga hije i ëndrave të lirisë, që të ketë rrezë dita, që të ketë ujë burimi, që të rriten lullet e bardha në mendjen e njerëzimit, që nga shpirti të shpërthej bardhësi, që liri të ketë në pëllëk, që të shtrohet buka pa frikë në sofër, që njeriu mbi tjetër të mos ngrihet si bish, që në kofshë lëdijesh të bëhet jeta. Flini, ju ka hije gjumi i përjetshëm, sepse s'deshet të jetoni të vdekur në jetë, pa dashuri, pa gas në fytyrë, pa shpresa në zemër, pa tokë që mbani si shtroj, pa qiell që mbani si mbuloj, pa lumen që ju buron në sy, pa diell që mbani në duar. Flini të qetë, ju s'keni pse ankoni, gjërat më të shtreta i vet për Kosovën, dhe dashurinë tuaj shënuat, në çdo lule, në çdo gur, në çdo rrugë. Lavdi, lavdi, lavdi. Të zonës së dytë mbrojtëse Zotit Bajram Bekteshi. Zëtar, ushtar dhe oficer të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ushtar dhe prorë të trupa mbrojtëse të Kosovës, familjet e dëshmorëve, musafir dhe qytetarë të nderuar të Retis, ju përshëndes në emër të zonës së dytë mbrojtëse dhe në emrin tim personal. Sot, në këtë ditë pranvere të parë të kësaj gjysmë lirie, po i kujtojmë shokët tanë të rënë për lirinë e Kosovës, të cilët me hovin më të madh revolucionar ja kthin pushkën shovinizmit serbëmadh dhe dëshmuan se s'janë grupe që mbrojnë pragun e shtëpisë, por janë pjesëtarë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, e cila mori mbi supe detyrën më të madhe, qirimin e tokës shqiptare nga barbarët sërbë. Këta luftëtarë, bitë juaj, e thyen mitin sërb se nuk mund të luftohet kundër Shërbisë. E thyen gjithat ëndër serboslave se Serbia nuk e lëshon kur Kosovën. Ja që e lëshoj, ajo kishte potencialin ushtarak, por se kishte moralin luftarak që ishte arma më fort se çdo armë tjetër. Prandaj, ne, shokët e tyre që jemi sot të gjallë, nuk do t'i harrojmë shokët tanë të rënë për lirinë e Kosovës dhe nuk do të lejojmë që askush të shkel mbi gjakun e tyre. Për arsye se ai që shkel mbi gjak dëshmorëve do të dënojë gjyqi i popullit, e që është gjyq mbi gjyqet. Nuk do të lejojnë as brezat dhe fëmijët që sa i kanë hapur syt, as gjaku i fëmijëve të masakruar dhe nënave të masakruara që ende pritin me gëzim ta lindin fëmijën e ri, luftëtarin e tokës së Kosovës. Çdo njeri që tenton ta shkel gjakun e dëshmorëve do të has në pengesa të mëdha. Detyra e jonë që na e lënë amanet shokët do të kryhet vetëm atëherë kur të realizojmë aspiratën e popullit ëndrrën e gjyshit dhe së gjyshit. Prandaj, për në fund, çdo kush që shkel mbi gjak dëshmorëve, mallkuar qoftë ai dhe pjella e tij për jetë të jetëve. Lavdi dëshmorëve të kombit, i lehti qoftë dhe e Kosovës. E mbën titullin Peshojeni mirë këtë emër, recituar nga Blerta Nalli, dhe e dyta Vargjet e përcitura, recituar nga Mbirjeta Thaçi. Më jepni një lule
nga toka e përzhitur. Më jepni një lule të bardhë, të kuqe, të zeza si të doni. Më jepni një gëzhoj të nxehtë, mbi dheun e freskët të kësaj varreze, ta ngull si lotin tim, si piskama si të doni. Nëse lulet krejt janë djegur, e gëzhojat janë bërë kaldram, më jepni një guro gjakun nga kulla kosovare për flakur. Ndo një varë trimi, nëse kam betur pa shkelur, më jepni një fije bari. Nëse kam betur ndo një djepi pa djegur, prej tërkuzash nusërore, më jepni një fije ari. Një thim, nga balli i nënave shamizeza kërkoj, të dëshmoj para Zotit e tokës, se jam shqiptar, se jam ngullur këtu moti, kur deti pinte uj në kroj liri edhe ti. Dragan Draganovic nuk isha as në epshës të pjanet qytetit. Tokë dardane, o gjymtyr fisnike e kombi tim, më jep një lula diçka tjetër. Nëse gjithçka është bitisur, më jep një pik gjak, të dëshmoj se nuk jam dhëmballë prishur në gojë të Evropës plak. E këto pika gjaku janë të këtyre dëshmorëve të vrarë, të këtyre engjujve, si të gjitha engjujt, bite Nën Terezës, një mi breza kosovar. Lotuhen abetaret, shkollat të mbyllën derën e unisën për në verbri, andoshta për në Hag unisën, si dëshmitar, për t'i thënë botës se këta dëshmorë u vranë vetëm e vetëm se ishin shqiptar. Ju thash gurave të mia, më jepni pak kësuj, sa ti një ambuzët e shkërmure nga baroti i bardh. Gurat më thanë, ne u shterëm në luft, si të rjedhim. Evropa u tha, rridhnin nga dalë. U tha shareve të mia, rrini pak djerë, se nuk kam ku të varos popullin tim të njerë. Ora tu përgjigje një zëri, u bëm sa një shuplak. Evropa u tha, prisni dhe pak. A ndjeni erën e helnit, të vdekjes dhe të merrit, dhe unë për hir të kombit ju pyes, për hir të Zotit, a ju them, a ju djeg, a ju fyen shkelja këti gjaku fushës e Kosovës, rrugicave të shkërmura të Drenicës, të Prizrenit, të Gjakovës. Kosova po gjemon, peshojeni mirë këtë emër, peshojeni mirë këto varre, kërkojnë hakmarrje. Hakmarrje nuk e njëja, ma mësove ti kur më vrave gra e fëmij, kur dasmës mja hoqë flamurin dhe qyqemi lenusët e reja, kur këngën më ndalën mbi djepa, kur emrat e rrugëve më ndrove dhe shtëpinë e lindjes më plaçkite, paj ti më lypen derën para se mejdanin. Janë mëkate të rënda, e nuk kemi ku t'i qojnë, as të djeshmi të lavdishëm, as të nesërmi të shqiptarve s'ne i pranojnë. Të vdekurit në ndhejt rasin, ku është liria, Drenica dhe Reçaku thrasin, ku është Shqipëria, rilinda si thrasin,
ku është Shqiptaria. Dhe unë, ja ku jam këtu përpara jush. Në njërë dorë kam lulen dhe në tjetrën pikzët e gjakut. Më jep një pakuj, t'ua bëj det. Më jep një pak drit, t'ua bëj shpres. Më jep një pak jet, t'ua bëj përjetësi. Në këtë fshat të mirë, u lindo Trimërova, por barbari s'nalat lirë, librat në djegi, shtëpit në rënoj, babanat je mandali, zemrën ma tëptoj, gjysma e zemrës më mbeti në Kosovë, gjysma më iku në Shqipëri, pyez vetën val, që është kjo tragjedi? Amin, me zëvendës komandantin e batalionit 80, mbrojtës kundër kimiko-atomiko-biologjike, pranë shtabit të përgjithshëm zotin Recep Krasniqin. Ushtar e ushtarak të UÇK-s, e prorë dhe pjestar të trupave mbrojtësit Kosovës, familjar të dëshmorëve e veteranëve për shtjerimin e Kosovës, popull shumë i respektuar i Retis dhe fshatrave përreth, në emër të ish-komandës të brigadës 124 Ganit Paqarizi, ju përshëndes. Nga ky tubim përkujtimor, nga vendi ku u bori organizimi i radhëve të UÇK-s, përkatësisht të 3 brigadave të zonës operative të Pashtrigut, në kohën kur matrapas politik gojasëshin se gjoja UÇK-ja për mungesë profesionalizmi pësoj fiasko, ju drejtohëm tyre matrapasve se UÇK-ja asnjëherë nuk u shua, ajo nuk e pengoj lelekën, asnjëherë, dhe se Presheva është në administrimin serb, por nuk është pjesë e Serbisë. Lufta Miloševićit në Kosovë nuk ishte përgjigje e tij me rastin e daljes së UÇK-s në skemë, çfarë trumpetonin matrapazët pacifistë të atyre ditëve, por vazhdim i zbatimit të programeve serbe për shpalosin e gjithë shqiptarëve. Konkretisht, nga qertanjes të vitit 1884, programit të depërtimit në det 1881, programi 16 prillit 1920, programi likuidimit të kaçakëve 1924, programi qeverisë të mbretërisë Jugoslave 1935, elaborati i klubit kulturor serb 35-39, elaborati Ivo Andrićit 39, programi Molevićit 41, elaborati Vasa Çubrilovićit 3 nëntor 44, elaborati për likuidimin e jo serbëve 45, programi i vitit 1950-51 për regjistrimin në nacionalitet turk, libri 4, 76-77, memorandumi i Akademisë së Shkencave të Arteve të Serbisë 36. Lufta heroike e luftarëve të lirisë, të brigadës 24 dhe gjithë brigadat tjera të zonave operative në Kosovë, në vijat e mbrojtësit të luftës, si në Rënbrav, Reti, malet e Homocit, Opterush, Brestovc, Zatric, Shkoz, Guri Kuq, vi frontale mbrojtës Dobërlar Shkoz, si edhe me vijat e mbrojtëse anëkën të Kosovës, si Ndrenis Dugagjin, në rodime i bën plurë hi këto programe bashkë me politikën pacifiste të Ibrahim Rogos. Matrapas politik gjithmoni ka shoqëruar matrapazlëku ekonomik. Matrapazët e kafeneve në Mërdar, para se t'ju themi se do të digjen bashkë me kontratat e shitblerjes, do t'i kujtojmë ligjet për kolonizimin e Kosovës. Ligjin mbi vendosjen e huajve, shkurt 1865, ligjin mbi visit e populluara, janar 1880, dekretin mbi kolonizimin e vizëve të posta shtjeruara dhe të posta bashkuara, shkurt 14, dekreti për kolonizimin e vizëve të reja të jugut, gusht 1920, ligji për kolonizimin e vizëve jugore, qershor 1931, i plotësuar në vitin 1932,
direktivat e Politbüros se Komiteti Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë 1 prill 1945, ju programi i vitit 1990, ligji mbi kushtet, mënyrën dhe procedurën e ndarjes së tokës së punueshme qytetarëve nën-kuptoserbët që dëshirojnë të jetojnë në krahimin autonome të Kosovës dhe të Metohisë, Gazeta Zyrtare e Republikës Serbisë numër 43/95 e datës 20 korrik 91, ligji mbi ndarjen e banesave të serbëve 17 mars 95, dekreti mbi mënyrat dhe kushtet e kolonizimit të Kosovës 12 janar 1995. Të gjitha këto sonën praktikat e tmerrshme, dhune që Serbia të bëjë një shtet i pastër etnik, duke masakruar për zënë në dhunë shqiptarët etnik nga trojët e tyre dhe sjelljen e serbëve në vendbanimet e shqiptarëve. Por lufta heroike që bëri UÇK-ja në nuheqen me pastërti dhe larpamësi politike të shtabit të përgjithshëm, fitoi simpatinë dhe përkrahjen e faktorëve ushtarak ndërkombëtar, me veçanti të NATO-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që planet shovinistë serbe të gatuara në kuzhinat akademiste të nëntokës së Beogradit për shparosin e qenies shqiptare morën fund një herë për gjithmonë. Dëshmorët e kombit dhe të rënëve për shtërimin e Kosovës u qodh dhe u let lavdi! Tani ja japim fjalën zëvendës administratorit komunal, zotit Vermerin Erik, që eftojmë që do të thot me ca fjalë të tij përshëndetëse të na përshëndet këtë tubim përkujtimor. Ladies and gentlemen, people of Reti. Zonjë dhe zotrin, popullat e Retis. It is an honor for me to be present today Është një nder për mua të jem prezent këtu sot at the commemoration of your beloved families, në komemoracionin e familjes juaj të dashur. citizens from this village Qytetarët nga ky fshat, who fought for your rights, të cilët kanë drejtuar për të drejtat e juaj, for your freedom, për lirinë e juaj, for the peace you now enjoy. për paqen të cilën ju tash e gëzoni. Family members Antarët e familjes, who showed the world të cilët i kanë treguar botës what injustice had been done to you, se çfarë padrejtësia ju është bërë juve. men, women, and even children, Burra, gra, madje edhe fëmijë, who stood up for you të cilët kanë luftuar për ju and for all the future generations. edhe për të gjitha gjeneratat e ardhshme. Victims of a war Viktimat e luftës, you always must remember. të cilat ju gjithmonë duhet i kujtoni. And as I am standing here now, Dhe duke qëndruar këtu tash, I'm sure you will. jam i sigurt se do t'i kujtoni. On a day like this, Në një ditë të këtill, 1 year after the NATO bombing started, një vit para fillimit të bombardimit të NATO-s, it is good to look back and commemorate them. është mirë që të referohemi mbrapa dhe t'i përkujtojmë ata. On a day like this, Në një ditë të këtill, it is also the time to look forward është gjithashtu një kohë kur duhet të shikohet përpara, and start building the future edhe që të fillohet të ndërtohet e ardhmja, your beloved gave their lives for. për të cilët të dashurit e juaj kanë dhënë jetën, To build the world për ta ndërtuar botën where there is no violence, ku nuk do të ketë dhunë, no hatred, nuk do të ketë urrëtie no war. dhe nuk do të ketë luftë. A place where children can play Një vend ku fëmijët mund të luajnë and where people can love each other. dhe ku njerëzit mund të dojnë njëri tjetrin. And I personally believe Dhe unë personalisht besoj that by doing as such, se duke bërë kështu, you will commemorate ju do t'i përkujtoni ata and honor your fallen heroes the most. dhe të nderoni heronjtë e juaj të rënë më së shumti. Lavdi. Timor edhe zotin Qazim Qesku, nën kryetar i Kuvendit Komunal në Rallvec. Të respektuar familjarë të dëshmorëve të kombit,
të nderuar pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës, të nderuar qytetarët e rrethisë me rrethin, në emër të Këshillit Komunal të Rahovecit dhe në emër të qytetarëve të komunës së Rahovecit, ju shprehim ngushëllimet më të thella dhe të përzemërta për dëshmorët e rënë të kombit për të afërmit e juaj. Rrethinja legjendare dhe e lavdijshme ka qenë qendër e organizimit, qendër e koordinimit të aksioneve dhe betejave më të lavdijshme të cilat janë zhvilluar nga ana e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Rrethinja legjendare ka qenë qendër e mikpritjes, qendër e trimërisë, ku ushtria çlirimtare e Kosovës me aradhat e saja e ka pas me plot të drejtë, mu të themi, qerdhen e vet të organizimit të mbrojtjes nga ana e okupatorit gjakatar, nga ana e okupatorit serb. Bujaria dhe trimëria e qytetarëve banorëve të rrethisë me rrethinë ka qenë dhe do të mbetet bujari me të cilën do të mburet i tërë populli i Kosovës. Dëshmorët e kombit kanë rënë, mirë por ata do të jetojnë në zemrat tona gjithmonë dhe kur nuk do të harohet. Në këtë drejtim, lavdi dëshmorëve të kombit. Dhe Mona Krasniqi dhe poezia e dytë për fshatin tim recituar nga Arta Kryeziu. Lule mbi varre, erdha t'ju vizitoj, vëllezër, motra, baballar, me emra s'po mund t'ju numroj, o erdha me nga një lule t'ju kujtoj. Ku ti vë këto lule, ç'të bëj pa shoqet e mia, më ndihmoni, ku pushojnë vëllezrit e motra tona, ku i kanë varret, mos mi leni lulet në dorë, më ndihmoni. Unë jam nga fshati e ti, gjithmonë i njohur në histori. Është fshat i vogël për shumë krenar, për liri dha shumë dëshmor. U vra Irberi me vëlla, u vra Dani me baba, edhe gëzimi Heroira, betën fëmit pa baba. U vra Drita me gjithnën, os si sundajt jeli me hën, gja Osmani me shkop në dorë, me gjithë grua ra dëshmor. Në Nogaf se mran urimin dhe blerimin shumë të ri, në Brestov se mran Mehmetin, gja e lezi në pleqëri. I badeti avajzere, i humbi gjurma për mbidhe. Hana ishte 16 vjeçare, o si s'juzim zdorës gjakatare. Kjo qka ishte zi ma zi, kur i vranë 3 vllazni, lan jetima disa fëmi dhe lan gratë të veshura në zi. Vrau bujarin dora gjakatare, duke i shërbi ushtrisë çlirimtare. Një dit na erdh një lajm i zi, në burg të Dubravës është vranje e ri. Të gjithë këtë lajm e pritëm me pa dëshirë, si do të ndëgjoj nëna për këtë të birë. Por një dit edhe nëna ndëgjoj, të gjitha dhimbjet i përballoi. Edhe avniun e radhitë në Vareza me kuror, hyri në ram me gjithë ata dëshmor. Ata janë liria jonë, të cilën ne sot e gëzojmë. Kanë nderuar edhe nxënësit e shkollës fillore Fatilis Harin nga qyteti i Prizrenit, me një recital i cili mban titullin Të gjithë jetën në propozicione, në udhëheqjen e arsimtarës së tyre Lidie Nushi.
Në nëntor 68, në mars 81, kosovarët ja trazuan gjumin shtrigas Evropës. Filloi lufta në popullim për diellin e ngrohtë, duke bartur kudo emrin e Dardanit për Kosovën në Republikë. Jehoj kushtrimin Prishtinë-Prizren, Pej, Gjakov, Gjilan në Ferizaj, Kosova ngritë në kamp, Rinia në bolë mërshon, Sërbisja qeri Moskën, Balkani thirat copa e okullit në zemër, Kosovës nën ju lanë rrugët me gjak. Kur rudha kushtrimi Kosovë, kur rudha kushtrimi Kosovë, u bashkun qytete ka tunde dhe pjeshkët me majsor. U bashkun qytete ka tunde dhe pjeshkët me majsor. Dëshmorët e kombit nuk harrohen, pasuan burgosjet, rrahjet, maltretimet, kujt i ke dhënë bukë o këmi shkuq, revolja u kthye prej ti. Për burat e dheut sofrën e kam gjithmonë të shtruar, të jap kam mësuar si fëmi. Një kris me fort ballin ja të ratoj, e thellë si toka gjëmoj, të rënde ka dheun kjo tokë o të huaj, me gjak kur s'është nxerë, zemrën as kush prusja ka qiellin plot rrube. Në gjumë s'do t'na gjejnë kur, deri sa të zhduke dhe armiku i vetëm, gjithë jetën në përpozicione. Ne jemi, o njerës, moshatar të rreshku në gjinjet e nënës tokë, me dashurin e sofrës e shtruar, në qikoll të vetmuar, plot ëndra e malë. Gjiravica në kriti kokën e flisin e akullt, dhe me duar prej rasave të plasariture jam bëlli vetit flokët e shkruara, me kralorin e njëm të pëllumbave. Për ti Jusuf në ktheve shpindan, undove prej vatrës son, e na, një vend në sofër për ty e kemi ruajtur gjithmonë. Sa herë dos ma kemi bërë, ke qeni thirur për t'na pri. Sa herë ka vdekur kush, vajtoret ka nder lot edhe për ty. Kosova, kjo në madhja, kush të vrau, kush të vrau, ju zugën hala. Kush të vrau, ju të vdora, se q'poshtin bine këta hora. Kush të vrau, ju të vdora, se q'poshtin bine këta hora. Regjepi tha, Mos i leni nipa të qajnë mbi kufomat tona të mërdhira, ullirave të gjakut kundër ulkonjave me të cilat u bën flime, se jeta e vdekja jonë është kange çuditshme që s'do not, por që ndres, gaz kërkon të rimërin në jetë e besim të plot. Jusufi tha, mos i leni bia të skurohen mbi tesha
zemrat tona të shpuara betejave, të na thurin lavde për jetën tonë, se gjurmët tona s'duan ligësi e përmbysje në kalim, por shpërthime të reja për të skeleteve të tyre në rënim. Kadriu tha, mos shkepni kafe dy këta miqve që ju ngushlojnë për ne. Mos thua një shpi kur shtëpia ka mbetur toka shkret. Koka të lartë i ngritni si meteor në këtë rrugë shpresash, se më le do t'i durojmë të pambrimet tona në vej. Kosova, kjo në shkreta, kush të vrau, Kadri Zeka. S'keni vdekur, jeni të gjallë, reze djeli lapidar. S'keni vdekur, jeni të gjallë, reze djeli lapidar. Nuhiu tha, Sofrat shtroni për sëri, syt dhe t'ju shkrepin prej djeli, e urdhëroni thuani burrave, shtëpizave të bukës dhe pushkës, në dasma dhe vdekje të më vonshme, se kështu është rritur sa shkëmbi zemra e kësaj toke prore. Bardhoshi tha, mos si leni nipat për t'i mallkuar eshtrat e prindërve ndër luftë rancir, të përbuzin dritën, lotin, djersën e gjon e djepit ku ka lindur, se të verbër do të mbesin në qytësi, e zotë këtë kusht t'i shpije në dhe. Sa hi u pas kanë lullet e kuqen bal. O heranja, cilën këngua këputi vdekja në buz, këngën ton më të bukur vëllau, këngën ton më të dashur. Kosovë, vendimi bukur, nuk të lam kur të vetmuar, do t'vi një dit më e mira, kur prap do t'jemi të lumtur. Do t'vi një dit më e mira, kur prap do t'jemi të lumtur. Kur rap dëshmorën gjumin në veut, qfar këngë do t'ju thur? Një nullë kuror, shok të rënë, o shok të vrar, shok të vdekur kur. Në gjumë zot në gjenë kur, deri sa të zhduke dhe armiku i vetëm, gjithë jetën në përpozicione. Hyri në për të qarat e ballit të vjetër, nuhiu se ndalte këngën. Në çdo rrugroje linte nga një gjarpët, Kadriu se ndalte këngën. Rrugët përtypnin nga një pjesë të jetës, Recepi se ndalte Flamurin e kuq si gjak, e në gzimet brore, vendlindja Kosova ime. Në gjumë zot në gjenë kur, deri sa të zhduke dhe armiku i vetëm, gjithë jetën në përpozicione. Në bal të luftës, ngroje Dardanis, uqëkë, zemra shqiptaris, uqëkë, zemra djallëris. Zemra, tek shpalosen letrat, të kërkohet në emra, fati djalit, kryqi i kuq kërkan, buza e saj plas në vaj kur i thon, edhe me gjys më hëna, zdim gjë për djalin tënd, s'ka as gjë të rejnën. Ajo për sëri kthehet në dhomat e shtëpisë së djegur, e përpush hirin, e kërkon këpucen, orën, këmbën adorën, e kërkon birin, ka kohë se ka par, nuk di gjë, ka mall. Pyet me lot duke qarë, o birim, a je gjallë? Djali nënës,
i bukur, i mirë, je i gjallat e kanë djegur, ku je o birë? Gjegju nenes, birë im ku do të jesh, gjegju birë, gjegju ti o sërbë që bën se hirë, ti o i bish, o je gërsir, dhe përsëri, e përsëri, nëna e shkund hirin deri të vdes, po se gjeti, do të kërkoj birin. Një dëshirë më ndjekësie, ta këndoj një këngë lirie, dhe i lirë një fjallë ta flas, mos tjetoj si zonë ka fas. O, ndalu vlla e ma jep dorën, Skënderbeu t'ja ndjeja roman, ja ke hapran verës rrugën, ndalu vlla ta puthi pushkën, no, ndalu vlla ta puthi pushkën, o, pushka jote hedh plumbin, ja tregon armikut fundin, sa të rojme dhe të vdesim, borç Kosovës mos t'i besim, o, borç Kosovës, jo mos t'i besim, qelin lullet dit për dit, prap këndon bilbili shqip, as kun tjetër nuk do të ri, veç kujtoj Zotin Shqipni. O, ndalu vlla e ma jep dorën, Skënderbeu t'ja ndjeja roman, ja ke hapran verës rrugën, ndalu vlla ta puthi pushkën, o, ndalu vlla ta puthi pushkën, o, pushka jote hedh plumbin, ja tregon armikut fundin, sa të rojme dhe të vdesim, borç Kosovës mos t'i besim, o, borç Kosovës, jo mos t'i besim. Akademia Mbrojtëse me shefin e shtabit zotin Gjem Gashi me pseudonimin Gjermani. Pastaj, tubimin përkujtimor e përshëndesin edhe partit politike të Kosovës, duke përfshirë Partinë e Progresit Demokratik me selinë në Prishtinë dhe atë në Rahovec, pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës, LKÇK-ja, Partia Parlamentare me selinë në Prizren e shumë të tjera. Njëherit, këtë tubim përkujtimor përshëndet edhe njësiti për furnizim pranë fshatit të përgjithshëm, pranë shtabit të përgjithshëm në Lëndëvic, Bashkësia Lokale e Fshatit Krushe Madhe, Bashkësia Lokale e Fshatit Celin, kolektivi i shkollës fillore Lidhja Prizrenit në Opterush dhe gjithë Bashkësia Lokale poj këtij fshati, pastaj brigada 124, 125 dhe 126 e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shkolla fillore Idris Seferi dhe gjithë banorët e këtij fshati, Qëndres, pra ish fshati Rëndobrav, pra emri i vjetër. Pastaj kemi këtu edhe një përshëndetje nga fshati Vlahën me zotin Regjuka, i cili ka kontribuar mjaft për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Aktive të Pashtrikut. I nderuar popull i Retis,
Ju përshëndes të gjithëve, ju popull që kaluat vujtje edhe shumë mundime, ju popull që përjetuat masakra, ju popull që u dogjet dhe u masakruat nga barbarit serbe. Kur sot ne përkujtojmë dëshmorët, ata që e lanë me gjak të trull, kur sot përkujtojmë riorganizimin e brigadave të UÇK-s në këtë vend, na sillin nërmend ditët e vështira që kaloi populli jon, ditët e vështira që kaloi ushtria jon. Nderimet më të mëdha u takojnë atyre që e derdhën gjakun për këtë truall. U takojnë atyre familjeve, baballarëve, nënave, motrave që i rritën këta dhe i edukuan me dëshirën e zjarrt për atë dhënë dhe për popullin e tyre. U takojnë meritat më të mëdha atyre që kur nuk u pajtuan me të keqen e kahershme serbe, por e luftuan në gjerë në vdekje ata dhe për fat të mirë ajo u arrit. Gjithashtu unë për vete uroj edhe ish komandantët e brigadave të UÇK-s që nga themelimi e deri në mbarimin e luftës. Dhe i përgëzoj për punën dhe luftën, djesën dhe gjakun që ata derdhen për shtërimin e Kosovës. I përjetshëm qoftë kujtimi i dëshmorëve. Lavdi. Faleminderit. Që majta paraprakisht nuk kam goditur antarësinë e Lidhjes Demokratike të fshatit Reti dhe fshatrave të rreth, se ato, edhe pse ishin të antarësuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës, shpirtin e kishin revolucionar. Tash ftojmë babain e dëshmorit, Bujar Thaçi, të pranoj dekoratën për birën e tij të rënë dëshmor. I cili është vra vetëm diku 150 metra larg meje kur unë jam plagosur. Ftojmë babain diku në fshatin Mamush përkundër asaj që përjetoi mizurit më të papara të dorës vrastare të UDB-s, nuk tregoj as për armatimin, nuk tregoj as për shokët. Të burat jo? Nuk i përshëndet me 2 fjalë. Vetëm 2 fjalë përshëndet. Ftoj diken prej familjes së dëshmorit Ramadan Mazreku. Këto dekorata ka qenë të shpërndarë në shkallë brigade, ndërsa dekoratat për të gjithë dëshmorët e kombit në nivel të shkallështabit të përgjithshëm së shpejti të shpërndarë në çdo familje. Edhe njerë ju përshëndes. Musafir, deshta disa fjalë me thonë. Diku në fërsi, këti venit mu ka vra, i vetëm ideal që ka pas. Dua t'ju shprejnë ngushëllime të gjitha tyne që kam mësu si une. Njëkohësisht, thras, udhësinë tonë kosovare, që në kry me Bill Clintonin, Tony Blairin e të tjerëve, që në ndihmuan me arë deri në këtë moment ku jemi në rrugën e pavarësisë. Faleminderit.
mbetet gjë tjetër, përveç që ne si këshill organizativi i këtij tubimi përkujtimor të fshatit Reti, t'ju falenderojmë përzemërsisht të gjithë mysafirët që na nderuan me mirëseardhjen e tyre dhe njëherët i lut masën që vetëm kryefamiljarët dhe bashkëfshatarët në mënyrë të organizuar do të shkojmë të bëjmë homazhe tek të rënët dhe dëshmorët e këtij fshati, pra vetëm ata në mënyrë të organizuar dal nga dal të shkojmë, ndërsa të tjerët jeni